Ka nisur sot faza parë në nivel ZVA-ja e konkursit të teatrove të shkollave nëntëvjeçare. Kjo është hera parë që një aktivitet i tillë po organizohet në ciklin nëntëvjeçar, ndërsa pjesë u bën nxënës kryesisht të klasave të 8 dhe të 9. Është një eksperiencë e parë e teatrove të shkollave nëntëvjeçare. Kemi shkolla nëntëvjeçare, mbi 20 shkolla nëntëvjeçare që janë përfshirë. Është shumë i rëndësishëm konkursi i teatrit në shkolla nëntëvjeçare, edhe për faktin se ne na ndihmon shumë në mënyrë që të evidentojmë talentet e reja në shkolla, nga një anë, nga ana tjetër na ndihmon shumë që të krijojmë bashkëpunim mes shkollave, sepse formë bashkëpunimit është rritja e vetbesimit të nxënësve është një ndër faktorët kryesor, rritja e aftësive komunikuese, pra janë disa faktorë shumë të rëndësishëm që ndikojnë në formimin e nxënësve. Ju rrite në të gjitha këto qendrat që ne i kemi quajtur qendra konkurrimi, janë juri profesioniste, kemi mësues të gjuhës shqipe dhe letërsisë në gjimnaze, aktorë të teatrit Migjeni dhe kemi edhe aktorë të rinj që kanë dalë pikërisht nga eksperienca e gjimnazeve me konkursin e teatrove mes gjimnazeve. Aktoria Dranda Xhaji, e cila është pjesë e jurisë, thotë se të tilla aktivitete shërbejnë për evidentimin e talenteve të reja. Është një gjë shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme që fëmijët që nga këto mosha të fillojnë dhe të njohin artin, të kenë dashuri për artin, sepse nesër këtu mund dalin talente që do të interpretojnë në skenat mëdha, në skenat profesioniste, ose edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Kam pa që interesimi është shumë i madh, le të shohim tashti prurjet. Produkti i festivalit të shkollave është dhe aktoria Evis Muriçi, që në këtë konkurs do të jetë pjesë e jurisë. Për mua është hera parë që jam në një juri të festivaleve të teatrove. Unë jam vetë produkt i festivalit të teatrove, sepse fillimet e mia ishin me festivalin e shkollave të mesme, dhe derë që u vlerësova, u rrita pak profesionalisht dhe jam këtu pjesë e kësaj jurie dinjitoze, me thënë të drejtën, për me vlerësu të rinjt, të vegjlit më saktë, sepse këto janë ardhmja e teatrit këtu për ne, sepse gjithçka fillon me të vegjlit. Aktiviteti u zhvillua paralelisht në 4 ambiente, tek qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia, shkolla Prengjakova, Ndremjeda dhe Edi Dorham. Në këtë konkurs morën pjesë 20 shkolla nëntëvjeçare të qytetit të Shkodrës.